Rrëzimi i avionit në Indi zbulohet shumë amaramense që kompania ajrore do të shpërblej familjarët e viktimave. Grupi Tata, i cili zotëron kompaninë Air India, ka njoftuar se do t'u jap 1 kror rupish që është ekuivalenti i rreth 86.000 poundëve familjeve të secilës viktim që humbi jetën në aksident. Po ashtu, do të mbuloj shpenzimet mjekësore për të plagosurit dhe do të ofrojë mbështetje për rindërtimin e konviktit mjekësor që u godit. Nuk ka fjalë që mund të shprehë dhimbjen që ndjejmë në këtë moment, thuhet në një deklaratë të publikuar në X. Ndërkohë, shefi policisë së GS Malik thot se 41 persona janë plagosur dhe po trajtohen. Ai ka thënë për BBC-n se 204 trupa janë nxjerrë nga vendi i aksidentit. Nuk dihet ende nëse të gjithë 204 personat ndodheshin në avion apo në tokë në momentin e përplasjes.